Sindikata e pavarur e minatorëve të Trepçës ka reaguar ashpër ndaj vonesës së pagave për punëtorët e flotacionit dhe sigurimit fizik për muajin maj 2025. Në një komunikat për media, sindikata shpreh se kjo situatë është rezultat i papërgjegjshmërisë së Ministrisë Përkatëse, Bordit dhe Menaxhmentit të ndërmarrjes, të cilët nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim për të zgjidhur këtë problem. Sipas sindikatës, punëtorët po punojnë në kushte ekstreme, pa furnizime të mjaftueshme dhe pa investime të nevojshme, ndërsa vazhdojnë të arrijnë rekorde prodhimi për vite me radhë. Megjithatë, sipas tyre, institucionet përgjegjëse po heshtën dhe nuk po i shpërblejnë për sakrificat e tyre. Sindikata e konsideron këtë trajtim si fyrje për çdo punëtor që rrezikon jetën çdo ditë në punën mbi tokë dhe nën tokë. Në reagimin e sindikatës thuhet se Ministria, Bordi dhe Menaxhmenti janë përgjegjës për këtë situatë dhe se në vend që të mbrohen interesat e punëtorëve, po i shtyn ata në skaj të durimit me vonesat, ndarjet selektive të pagave dhe kushtet çnjerëzore të punës. Ata paralajmërojnë se nuk do të qëndrojnë më në heshtje përballë këtij diskriminimi dhe nëse nuk ka reagim urgjent dhe ekzekutim të menjëhershëm të pagave për të gjithë punëtorët, pa përjashtim do të ndërmarrin masa të forta sindikale dhe protesta publike. Gjithashtu, sindikata thekson se minatorët nuk janë thjesht numra, por janë njerëz që punojnë me dinjitet në një nga vendet më të vështira dhe më të rrezikshme të punës. Ata kërkojnë që të ndalen lojrat me jetën dhe djersën e tyre dhe që pagat të ekzekutohen menjëherë për të gjithë punëtorët pa dallim. Nëse kërkesat e sindikatës nuk plotësohet, ata kanë paralajmëruar se do ndërmarrin masa të forta sindikale dhe protesta publike për të kërkuar të drejtat e tyre. Sindikata thekson se minatorët janë shtylla e zhvillimit të Trepçës dhe se pa punën e tyre kjo ndërmarrje nuk mund të funksionojë. Ata gjithashtu kërkojnë që institucionet përgjegjëse të tregojnë përgjegjësi dhe të sigurojnë kushte më të mira pune dhe shpërblim të drejtë për punën e minatorëve. Problemet të ngjashme me mosmarrjen e pagave dhe mos plotësimin e kushteve elementare të punës të punëtorëve të Trepçës përballen tash e disa vite. Madje në vitin që lan pas, këta punëtorë shpeshherë hyjnë në grevë, pikërisht si shkak i mos përmbushjes së kushteve të cilat i kërkojnë. E pas grevave të vazhdueshme pati reaguar edhe kryeministri tani më në detyrë Albin Kurti. Ai në një mbledhje të qeverisë pati thënë se kanë vendosur për ndarjen e 4 milion eurove që të mbështesin punëtorët me paga. Por sipas tij më tepër ka punëtor se që ka sasi të zeheve të nxjerra nga nën toka. E kjo deklaratë e Kurtit ishte kundërshtuar hapur nga punëtorët dhe organizata të ndryshme. Përpos problemeve me mosmarrjen e pagave nga Trepça, u largua një numër i madh i punëtorëve, në disa raste për shkelje të detyrave të cilat jo ishin paraparë.